Bismillahirrahmanirrahim. Lidhur me atë që po ndodh në Palestinë, ndoshta shumë kujt I ka shkuar ndërmend pyetja ku është Allahu dhe pse nuk hakmerret për Gazën. Unë do të lexoj një përgjigje të një hoxhës palestines I cili I ka përmbledhur shumë bukur, domethënë përgjigjen e kësaj pyetje. Ai thotë kështu: disa nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam I erdhën atij dhe I thanë: o I dërguari I Allahut, ndjejmë brenda vetes disa gjëra që na vjen turp t'i flasim. Do të preferonim që më mirë mos mi fol ato gjëra, edhe nëse na jepet krejt dunjaja që ta zotronim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tha: a vërtet e ndjeni atë që dyshim në veten tuaj? Tham po I dërguari I Allahut. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: ky është vetë imani I sinqert, besimi I sinqert. Kriza dhe sprovat janë fusha loje për shejtanin. Është mundësia e artë për të prishur besimin e besimtarit dhe për të ngatruar pozitën e Allahut në zemrën e tij. Në fund të fundit ne jemi njerëz, na mbetet e fshehtur si Allahut në disa çështje. Ne shohim vetëm atë që është e dukshme dhe mendja ynë përpunon pyetje që kemi frikë të shqiptojmë e I largojmë ato me istikfar. Por kjo nuk është shenjë humbjes së imanit, por është e plotësisë së imanit. Sa herë të mungoj kuptimi I urtësisë hyjnore, lere çështjen në dorën e atij që e posedon atë çështje. Ai është më I drejtë dhe më I mëshirshëm se sa të vihet në dyshim ose të pyetet për vendimet e tij. Të gjithë ne jemi robër në sundimin e tij. Shejtani do të thotë: ku është Allahu në atë që po ndodh në Gaza? A nuk zemrohet ai për fëmijët që nxirren copa nga nënrënojat? A nuk hakmerret për gratë trupat e të cilave I shpërndan raketat? Çfarë faji kanë pleq dhe të moshuarit që të mbyten dhe të zvarriten? A nuk është I aftë Allahu të ndaloj aeroplanet dhe të mbyll, domethënë, fuqinë, grykat e topave të ndryshme që I bombardojnë ata? E para, kjo botë është shtëpi e sprovës, jo e shpërblimit, dhe Allahu është ai që do të pyesë robën e tij për atë që ka bërë me sprovën që ja dha. Jo robërit që ta pyesin Zotin pse më sprovove me këtë. Ndaj e para që kërkohet për nesh është të kemi edukat dhe të sillemi me edukat me Allahun subhanahu wa taala. E dyta, çdo gjë matet me rezultatin përfundimtar, jo me gjendjen e përkohshme dhe aktuale. Sikur të ishe prezent kur faraoni I hidhte fëmijët e floktarës së vajzës së tij në vajin e vluar, një nga një, derisa kockat e atyre fëmijëve notonin sipër. Pastaj e hidhte edhe nënën e tyre, sikur me pasqen domethënë prezent ky që e parashron këtë pyetje, do të thoshte I zemruar: ku është Allahu? Çfarë faji kanë fëmijët të vdesin në këtë mënyrë të tmerrshme? Pse nuk ndihmon këtë grua të pafajshme? Por çfarë ndodhi më pas? Faraoni u mbyt në det nga Allahu dhe është I përjetshëm në zjarr, ndërsa floktarja dhe fëmijët e saj, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ndjeu aromën e tyre në xhenet natën e Isras dhe Mirajit. E treta, Allahu I jep afat zullumqarit, pastaj e kap me një kapje të fuqishme. Kush të tha ty se çdo dënim për padrejtësinë duhet të ndodh patjetër në këtë botë? Përse ekziston dita e gjykimit? Përse është vendosur peshorja, llogaria, ura e siratit, dhe përse janë krijuar xheneti dhe xhenemi? Njerëzit e Hendekut, që përmend Allahu subhanahu në surën Buruç, njerëzit e Hendekut u dogjën të gjallë në këtë botë, dhe Allahu bëri që foshnja të fliste për të inkurajuar nënën e vet, duke I thënë: qëndroj pa lëkundur se ti je në të drejtën. Dhe ajo u hodh në zjarr. Por Allahu nuk na tregoi se u hakmor për ta në këtë botë, sepse do ta bëj këtë në ditën e gjykimit. Luftrat nuk maten me rezultatin e tyre të përkohshëm, sepse nëse I fiton të gjitha betejat e kësaj bote, por përfundon në zjarr, ti je humbës. A nëse digjesh, vritesh, shkelesh, por je në të drejtën, atëherë ti je fitimtar të Allahu subhanahu wa taala. E katërta, sikur Allahu të ndëshkonte më një herë çdo padrejtësi, do të zhdukej vetë koncepti I provës që Allahu subhanahu wa taala jo ban njerëzve. Provimit. Sikur e drejta të fitonte çdo betejë, rreshtat e saj do të mbusheshin me adhurues të rezultateve, jo me adhurues të bindjes. Allahu e bëri këtë botë si tronditje për zemrat, rrufe për parimet. Sikur të mos kishte padrejtësi dhe krim, si do të provoheshin njerëzit me obligimin e luftës për hir të Allahut subhanahu wa taala? Si do të ndaheshin në luftëtar dhe frikacak?
ndihmues dhe braktisës, dhurues në rrugën e Allahut dhe koprac në rrugën e shejtanit. E pesta, një grua kur lind, më thonë, lindja e saj shoqërohet me dhimbje, me mundime, me gjak, dhe kjo është, më thonë, një proces për të lindur vetëm një njeri. Por lindja e një umeti të tërë, dhe lindja e një nderi të ri, një forcë të re, si mund të jetë pa dhimbje? Sikur të ishe në Mekë kur Ebu Xehli nguli, në më thonë, Sumejen radiallahu anha në tokë dhe shpoj me hesht, do të kishe thënë atë që thua sot, ku është Allah? Dhe unë të pyes, ku është Sumeja sot dhe ku është Ebu Xehli? Sikur të kishe par Bilalin në vapën përvluese të Mekës me një shkëm të rënd mbi krahror, ndërsa Umeje bin Halefi e urdhronte të përmente Latin dhe Uzan, por ai me zërin që i kishte mbetur thoshte ehadun ehad, një, pra Allah është një, një. Ti do të thoje, sikur ta kishe pa këtë skenë, do të thoje, ku është Allahu i vetmi? Por unë të pyes tash, ku është sot Bilali dhe ku është Umeje bin Halefi? Dhe nëse ti nuk nje fitore tjetër përveç asaj të dukshmes në këtë botë, atëherë nuk do të kishe imagjinuar dot se një ditë Meka do të çlirohej. E megjithatë Meka u çlirua, dhe ata që dikur torturoheshin hynë në të nga të katër anët në mes të ditës me krenari. Zoti urt ka kohën e tij për çdo gjë. Nëse e kupton këtë, qëndroj fort. E nëse nuk e kupton, atëherë dorëzoja këtë çështje Allahut me bindje.